Okej, atëherë përshëndetje zotin Nesturi, faleminderit që pranove ftesën. Mesi. Si lexoni vendimin e GJKK-s për të thirrur Edi Ramën si dëshmitar në procesin ndaj Sali Berishës? A është ky një moment me peshë politike apo është thjesht një procedurë ligjore? Besoj se spari është një procedurë e cila ka të bëjë me një çështje gjyqësore. Dhe në këtë kuadër, çdo gjykat ka drejtën e saj që ta shohë kur e shef arsyeshme për të thritur, për të dëshmuar apo për dënë pikërisht kuptimin dëm që person që ka dhënë. Kjo mund të ishte zaruar qoftë edhe më përpara, ndoshta edhe nga SPAK-u vet, kur ka ndjekur çështjen Berishën, që mund të marrë një deklaratë apo po të themi të një dëshmi nga zoti Rama, do të thënë si person që ka dieni për çështjen, por në rastin konkret është parë dhe është gjykuar nga gjykata. Unë nuk mendoj, do të thënë, kjo duket vërtet ka marrë peshë për faktin se është hera e parë që mund të thritet për dëshmuar një kryeministër, por që gjykoi që duhet mësohemi me këtë gjë, pasi në vetë vetë reforma që bën drejtësi është pikërisht për të dhënë një hapësirë për të gjykuar, për të hetuar të gjitha rastet dhe për të shkuar në themel çështjeve, për të mos hapur asnjë lloj paranteze tjetër që është në shërbim të njërës palë apo tjetrës, apo në shërbim politikës siç ka qenë deri pak disa vite më përpara. A mendoni se përballja direkte mes Ramës dhe Berishës në gjykat mund të ndikojë klimën politike në vend apo do të mbetet brenda çështjeve juridike? Unë nuk shikoj se ka përballje politike midis dy personazheve që i përmendet. Kjo është një çështje që është në gjykat dhe në gjykat po hetohet çështja Partizani ku janë të pandehur zoti Berisha dhe zoti Maltezi. Në këtë kuadër, kjo nuk ka të bëjë me përplasje, kjo janë çështje që ka të bëjë me evidentime fakteve dhe është gjykata ajo që vendos pastaj për çështjet në fjalë. Kështu që nuk di që të ketë zoti Berisha apo zoti Rama që të kenë hedhë pa di njëri tjetrin në rastin konkret. Padyshim që kjo vendimi i gjykatës ka një efekt politik për çështjen sepse kemi të bëjmë me ish kryeministrin e vendit, zoti Berisha, dhe në këtë kuadër ne kemi dëgjuar shumë akuza të ndryshme të bëra në kohë derisa e ka quajtur dhe SPAK-un vetë që është marrë me këtë çështje si organizatë kriminale apo që ka qenë shërbim të zotit Rama. Në rastin konkret, gjykata i ka dhënë të paktën një ekuilibër të gjërave, sepse jo vetëm thjesht po merret në shqyrtim çështja në cilën është i pandehur zoti Berisha, por ka guximin pikërisht për të thritur dhe kryeministrin e vendit aktual për dëshmuar për sa ka dieni për çështjen fjalë. Avokati i Metës ka deklaruar mbrëm që edhe për çështjen Meta do të insistojë të ketë Ramën dëshmitar. A ke një koment për këtë? Jo, është drejta e tyre. S'ka fare koment për këtë gjë. Disi cili mund të trasi dhe janë gjykatat e to që vendosin për sa i përket vlerës për të thritur apo jo. Absolutisht. Por kam përshtypjen se gjitha kjo është një mënyrë për të joshur në lojë aktorë ndryshëm politik, ndërkohë që politika nuk bëhet duke u thirrur në seanca gjyqësore. Politika bëhet në të tjera ambiente, në të tjerë atmosferë dhe që ka të bëjë pikërisht me prodhimin e politikës. Kjo nuk është prodhim politike, kjo është thjesht tërheqjen për sa i përket për të bërë pisë njëri tjetrin. Ne jemi mësuar me këtë mënyrë të bërit politikës shqiptare dhe me aktorët cilët shpeshherë nuk ja kanë përtuar të ngrenë lloj akuzash
nga më monstruozët, por që në rastin konkret unë jam besim plot pikërisht sepse drejtësia nuk merret me akuzat të cilat ngelen në erë, por merr dhe shqyrton hetime dhe gjëra të cilat janë serioze për të marrë në konsideratë. Pastaj, çështja se si del në fund fare i përket gjykatës, si pala e cila është më në ekuilibër, sepse në gjitha rastet ka pasur një praktik ku aktorët politikë shqiptarë më së tepërmi kanë bërë akuza nga më të ndryshme deri në monstruoze ndaj njëri tjetrit, por që e gjitha kanë ngelur në suazën e retorikës dhe duket si një normalitet i cili është bërë në vite. Para 30 vite kemi pas vetëm akuzë. Në rastin konkret kemi bëjmë me çështje të cilat janë tashmë në gjykatë. Dhe në gjykatë është gjykata ajo e cila duke qenë si palë mbi palët i jep vendimin për çështje konkrete. Ne realisht jemi mësuar me praktika të tjera, por që mendoj se kjo mënyrë e të bërit politikës ka përfunduar. Dhe në këtë kuadër jam gjykoj se edhe mënyra se si qaset opinionit publik nuk bëhet më thjesht duke ngritur akuza dhe duke ngritur paktën një tymnaje e cila vetvete nuk çon askund, vetëm që vazhdon një retorikë të përhershme midis një aktor politik. Mendoj se Shqipëria si duhet një politikë më moderne edhe me aktor të rinj politik. Sa ndikim mund të ketë çështja Partizani në mobilizimin e opozitës, veçanërisht në prag të protestës së thirrur nga Partia Demokratike? Çështja Partizanit ketë impakt për protesta? Nuk e shikoj kështu. Madje përkundrazi, realisht shikoj të kundërtën në kësaj, se mendoj që kjo është një çështje që i përket zotit Berisha dhe jo Partisë Demokratike. Në rast se duan t'i vendosin mbi njëra tjetrën, mendoj se është shumë gabim. Dhe madje edhe pafsi politike. Nëse duan të krijojmë mite për të ndikuar se gjithçka që po bën drejtësia ka përpavim politike ndaj njërit apo tjetrit, atëherë mendoj se kjo është mënyra më e gabuar për të qasur opinionin publik. Opinioni publik realisht ka një besueshmëri shumë më të madhe ndaj kësaj drejtësie, me gjithë defektet që ka, se sa klasës politike aktuale. Nëse do të fillohet për të ruajtur pozitat e një elite politike e cila në vetvete nuk se ka prodhuar në gjë tjetër përveç se një stagnacion dhe një tranzicion i cili nuk merr fund, mendoj se kjo nuk i shkon. Fakti është ky, që gjithçka që dëshmoj, qoftë edhe Hungaria në rastin konkret të zgjedhjeve atje, dëshmoj se duhet qasje tjetër politike. Nuk mund të vihet një parti apo një elektorat në shërbim të emrave të përveçëm politik, kushdo qoftë. Si shikoni protestën e ditës së nesërme, duke qenë se është paralajmëruar një protestë më intensive se gjithë të tjerat? Më vjen keq, po nuk e kisha harruar këtë gjë sepse më bërë shumë. Nuk shpresoj se do të ketë një event i cili vetëm thjesht do të bllokojë për disa orë rrugët e Tiranës së Azhinit. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë pune në Rom dhe në Barcelonë datën sot deri në 18 prill. Në kuadër të angazhimeve ndërkombëtare dhe forcimit të bashkëpunimit me partnerët europianë, si shikon marrëdhënien e Shqipërisë mes këtyre dy vendeve? Me të dyja vendet realisht Shqipëria ka marrëdhënie gjatë ngushta, sidomos me Italinë. Dihen një sër marrëveshje që janë bërë me Italinë, edhe në këtë rast mendoj se kanë bërë edhe marrëdhënie personale të cilat janë krijuar.
midis kryeministrave, sidomos edhe me zotin Sanchez në Spanjë, i cili realisht është i përket partive të majta, pra pikërisht ka një qasje e cila është më pranë edhe vetë zotit Rama, që që ka një temi, një bashkëpunim midis tyre. Por Shqipërinë ka rëndësi marrëdhëniet me Italinë, sepse është një partner strategjik, një partner i cili në një farë mënyrë ka qenë i angazhuar shumë edhe për çështjet e rrugtimit të Shqipërisë në familjen europiane. Nuk është në një moment shumë i mirë për faktin e rrjedhave në të cilët gjendet Bashkimi Evropian sot, për shkak të rrjedhave të politikës globale, sidomos marrëdhëniet e Brukselit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku madje edhe vetë zonja Meloni, e cila ka qenë përkrahas së zotit Trump, por hir politikës që po ndjek BE, ka marrë kritika dhe ndaj tij për mënyrën se si po qaset Italia lidhur me situatën në gjirin e Hormuzit. Këto janë elementet të cilat padyshim ne jemi aktor të vegjël dhe nuk se kemi në ndikim të madh, ne na intereson të shikojmë interesat tona. Sa i bëjmë detyrat e shtëpisë, si jemi të pozicionuar karshi partnerëve të ndërkombëtarë, sidomos në këto situata, dhe kjo duhet të thënë në një farë mënyrë sepse ne si shtet nuk ose jemi shprehur për të paktën që futemi në vorbullën e këtyre përplasjeve midis vendeve të NATO-s dhe të BE-s dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi duhet të dimë të pozicionohemi dhe të marrim më të mirë. Problematika që unë shikoj është për ecurinë e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky është një çështje e cila normale ka ndikimin e drejtë për drejtë në Shqipëri dhe çështjet e ngritura, sidomos ato që kanë bëjmë me sistemin e drejtësisë, për mënyrën si po qaset qoftë dhe politika karshi saj, është një element i cili padyshim ne na bën një gjendje alarmi për faktin sepse kjo lloj qasje është përkthyer nga ndërkombëtarët si një ndikim dhe një ndërhyrje në pushtetin gjyqësor. Në këtë kuadër, Shqipëria ka shumë çështje të cilat duhen hapur, por të paktën në aspektin politik të saj duhet të jetë më e vendosur dhe më e qartë në lëvizjet e saj përket raporteve midis pushteteve ndryshme, sidomos midis atij legjislativ dhe atij të drejtësisë. Si e përcollët samitin e diasporës, ta ka ende vend për zgjidhjet problematikave të adresuara në të? Realisht, mua nuk pëlqen që samitet të jenë thjesht shfaqje. Dhe në këtë kuadër, pavarësisht qëllimeve të mira, ndonjëherë edhe mënyra se si bëhet qasja ndaj problemeve, nuk më duket si forma e duhur. Realisht, ambasadat shqiptare kanë pasur një detyrë për të evidentuar diasporën shqiptare atje. Tani dihet edhe problemet ekonomike dhe largësitë dhe aq sa janë përfaqësitë tona me personel diplomatik në to, gjë që bën pak të vështirë, por që gjithsesi në gjithë këto vite është përpjekur të krijohet një regjistër i emigracionit shqiptar, që me thënë të drejtën ka qenë dhe i lëvizshëm, nuk se ka qenë statik. Dhe kjo e ka bërë të vështirë punë. Por gjithsesi nuk mendoj se e gjitha kjo mund bëhet thjesht me anë të ceremonive, por duke hyrë në një lloj strategjie tjetër për të qasur personalitetet veçanta të cilat qoftë nga fusha e biznesit, qoftë nga fusha e shkencave të ndryshme, ku
kanë pasur arritje për dhënë kontributin e tyre, si atje edhe në Shqipëri. Pra, në një farë mënyrë kontributi i diasporës nuk është vetëm thjesht të vi këtu për të ndikuar qoftë në pozicione qeveritare apo me investime ndryshme, por edhe duke qenë atje, krijon linja, lobime dhe ndikime të cilat e ndihmojnë politikën tonë të jashtme për të bërë të mundur dhe për të arritur objektivat të cilat bëhen më të qëndrueshëm kur ka një bashkëpunim real dhe jo me takime një herë në vit midis përfaqësuesve shtetëror dhe atyre të diasporës. Si mendon se do të shkojë procesi i integrimit, pasi duket se ka një lloj ngjecje për momentin? Shqipëria ka problematika ndryshme dhe në këtë kuadër patjetër që i duhet të bëjë rrugtimin e saj, dhe kjo nuk është vetëm thjesht hapja e kapitujve, po ka të bëjë edhe krijimi i një strategjie e cila nuk ka të bëjë vetëm me mënyrën se si do të koordinohet me specialistët e Komisionit Evropian për rrugtimin, pra në aspektin ligjor, por edhe me krijimin e një themi mentaliteti ku kjo ekonomi e cila tenton të futet në Bashkimin Evropian jetë e gatshme për ndryshime të tilla që kanë bëjnë jo vetëm thjesht me futjen për formë, por që të jetë një ekonomi kompetitive, një ekonomi e cila përballë dhe konkurrencën në një bashkim evropian i cili është i konsoliduar ekonomikisht me standarde të ndryshme në këtë kuadër, por së pari në elementet cilët kanë të bëjnë me elementet politike, dhe këtu them kryesisht raportet midis pushteteve të ndryshme, pra aty legjislativ dhe gjyqësor, këtu patjetër ne duhet të jemi të qartë dhe koherent, sepse është një kapitull nga i cili vetë Bashkimi Evropian është shumë i vëmendshëm dhe shumë i kujdesshëm për mënyrën se si ne operojmë. Dhe këtu nuk kam fjalën për vetëm qeveria. Qasja është edhe ndaj gjithë aktorëve politik, të cilët janë kontribues në politikën shqiptare. Sipas jush, kush është kandidat potencial për Tiranën nga mazhoranca, po nga fronti i opozitës? Më duket tepër herët për të nxjerrë konkluzionet se natyre. Askush, mendoj se askush nga emrat e propozuar deri tani apo që kanë tentuar deri tani nuk do të jetë kandidat i opozitës në zgjedhjet pas një viti. Mendoj se do të rrjedhin ujëra të ndryshëm, mendoj se dhe faktorë të tjerë të cilët mund të jenë politik dhe jashtë saj do të ndikojnë që edhe rrjedhat të jenë të ndryshme dhe me aktorë të cilët mund të dalin në dritë nesër. Nuk besoj që gjithçka të jetë vetëm thjesht nga dëshirat e liderëve, por që e gjitha kjo të dalis në bazë të proceseve të reja, të cilat politikës shqiptare duhet t'ju hapi rrugë që të funksionojnë nga gjitha krahët.